Shkrimin e Alketa Vesiut të podcasti i saj, të profilit e saj podcastit në Instagram. Alketa nuk kam se përmend fjalën grua në vend fjalës kurv, sepse nuk kam dash të drejtohem grave, kam dash të drejtohem 2-3 kurvave. Besoj se kurvat nuk janë vetëm gra, besoj se janë dhe meshkuj. Atë ku them që nuk kam para dhe thua e kuptuam, kush jeni ju që e kuptuat? Në emër të kujt flet? Në emër të popullit, diktatorët flasin në emër të popullit. Flet në emër të grave, si mund të flasësh në emër të gjitha grave? Flet në emër të kurvave, si mund të flasësh në emër të gjitha kurvave? Thu pastaj që kërkoj kontratë punësimi nga partnerja potenciale, jo. Thjesht kërkoj mirëkuptim, jo simpati, empati. Kërkoj të mos më shikojnë si dërkuc kursimi. Kaq. Kërkoj mirëkuptim për faktin që një artist i cili duhet merrte pagesë nga të drejtat e autorit, të cilat nuk funksionojnë në Shqipëri, është i vetëpunësuar dhe jo me rrogë. Nuk më intereson se qa ke qenë para meje, por se qa je kur je me mu, thëmun. Kjo nuk është sfidë, thot Alketa Vesiu, është sinjal alarmi sepse tregon që shikon gruan si pronë. Jo, nuk e shikoj gruan si pronë. Shikoj gruan si një partner seksual me cilin du të kem marrëdhënie besnikërie dhe marrëdhënie të shëndetshme. Nuk du të ketë partner të tjerë, sepse edhe për arsye të nderit, mu nuk më pëlqen që partnerja ime të ketë marrëdhënie seksuale me meshkuj tjerë, jo sepse e shikoj si pronë, por nuk më pëlqen, as nuk ja bëj, as nuk du të ma bëje, dhe për arsye të shëndetit, se nuk du të më gjysë edhe në virus, a kupton. Po edhe po të ketë marrëdhënie me prezervativ, prapë se prapë nuk do ta pranoja këtë gjë. Nëse nuk jam i qytetëruar për këtë gjë, nëse nuk jam sweet, le mos t'jem. Por nuk e pranoj, është diçka që nuk pëlqen, jo se shikoj si pronë. Ka shumë pika tjera që është përgjigj Alketa, që ka komentuar dhe që du të përgjigjem. Alketa Vesiu të ftoj në debat publik, me që nuk e kritiku në këtë mënyrë, po jo kritiku, se kritika e cila vjen nga fjala krino, gjykoj, është konstruktive, besoj se nuk e përçmu, duke më konsideruar njëri i cili shikon gratë si pronë, duke më konsideruar si njëri të paaft për të ditë fjalën grua dhe për ta zëvendësuar me fjalën kurv, por qartësisht e njoh dhe fjalën grua dhe fjalën kurv dhe fjalën vajzë dhe fjalën femër, por si thash u drejtu kurvave, të ftoj në debat publik ku do më japësh kohë të flas dhe të përgjigjem atyre çka ke thënë ti. Unë dhe ti.